Sa mund të dëmtoj arrestimi i ish-princit Andrew imazhin e familjes mbretërore, vllai i mbretit Charles u arrestua në pronën mbretërore i fotografuar dhe janë marrë shenjat e gishtave duke sjellë një goditje të paparashikuar për pallatin Buckingham dhe familjen mbretërore. Vetëm disa ditë më parë ish-princi Andrew jetonte në luksin e Royal Lodge në Windsor Great Park. Javë më para ishte pjesë e funeralit të dukeshës së Kentit, ndërsa muaj më parë lëshonte deklarata për pafajësinë e tij. Për dekada i përdorte pallatin si sfond për aktivitetet e tij të investimeve. Mbështetësit e mbretit theksojnë vendosmërinë e tij, i ka hequr titujt dhe të drejtën e banimit Andrewt dhe ka premtuar bashkëpunim të plot me hetimet. Deklarata zyrtare e pallatit nuk përmendi fare lidhjet familjare, duke theksuar shqetësimin për dyshimin e keqpërdorimit në detyrë publike dhe mbështetjen e plot për autoritetet. Ekspertët thonë se arrestimi mund të jap pak hapësirë pallatit, por për publiku nuk ka dallim mes familjes mbretërore dhe monarkisë. Andrew, ish-princ dhe pjesë e linjës së trashëgimisë kurorës, e bën çështjen të prek drejt për drejt reputacionin e monarkisë. Biografi i mbretit Jonathan Dimbleby nënvizon se familja mbretërore dhe institucioni monarkisë janë të ndryshëm, por publikisht perceptohen si një. Çdo skandal i një antari të familjes, sidomos i një ish-princi, rrezikon të ndikojë në imazhin dhe besueshmërinë e kurorës. Pallati dhe mbështetësit e mbretit theksojnë veprimet e shpejta dhe bashkëpunimin e plot me hetimet, por kritikët pyesin pse nuk është vepruar më herët. Në përfundim, arrestimi i princit Andrew vendos familjen mbretërore në një situatë delikate. Sa më shumë informacion të dalë në publik, aq më i madh është rreziku për reputacionin e saj dhe për monarkinë britanike në tërësi.